atij etnik. Para se t'ja jap fjalën kryetarit të Këshillit Organizativ, duhet ju them se ky organizim për ndërtimin e objektit të ri të TV-Bojinit është organizim i të gjithë shqiptarëve pa dallim, dhe të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse në këtë Këshill Organizativ kemi shqiptarë nga pothuajse të gjitha trojet, normalisht pak më shumë nga veriu, por jena munduar t'i përfshijmë sa më shumë njerëzit të cilët kontribuojnë dhe kanë kontribuar gjithmonë. Lejoni të përshëndes kryetarin tonë të Këshillit Organizativ, avokatin Shumë Milion Gjose Diogardi, për prezencën e tina, sekretarin e grupit, avokatin Pashut Milion Zotni Ervintinaj, koordinatorin për Shtetet Bashkuara të Amerikës të këtij grupi dhe organizimit, Zotnin Allatarën aktivistin shumë shquar Marash në Cullaj, antarët e kryesisë të nderuar, profesorin shumë nderuar, profesor Francamaj, nën kryetarin e këtij grupit organizativ, që njëkohësisht dhe kryetari i shoqatës Mendësia e Madhe në New York, Zotri Senat Lulanaj, nën kryetari i këtij grupit organizativ, që njëkohësisht është dhe kryetari i Fondacionit Trieshi, Gjon Gjokaj. Aktarët e këtij grupi që kemi këtu prezent, Zotri Peti Camaj, Maloti Vezaj, Lenuan Nikolaj. Po ashtu kemi edhe nën kryetarin që nuk është prezent, aktivistin Shumë Milion, Zotri Gjershi Vezaj, kemi kryepërgjegjësin e projektit që është Koli Vana, i cili që në momentin kur u vënë themelet vitin e kaluar të objektit të ri ka përcjell punimet, ka lidhur kontratat me grupet e ndërtimit. Dua po ashtu të përshëndes dhe të falenderoj tjerë antarë të grupit, të cilët janë Dodi Banaj, mes të tyre jam edhe unë, po ashtu është Zef Bojaj, Nikol Bojaj, dhe Nikol Prel Bojaj tjetër, i kem dy Nikol Bojaj që janë antarë të këtij grupit. Do të kërkoja ndjes nëse dikan kam harrua, por këta janë ata të cilët me dëshirë të madhe, me vullnet e morin këtë iniciativë. E di se ky objekt nuk është edhe aq i lirë për të ndërtuar, por në një analizë se sa kushtojnë televizionet për të ndërtuar në përgjithësi në Ballkan, vërtet jena mundu jo të jetë kualitetit të ulët, por të paktën të mundohemi që të kursejmë edhe bashkëvendasit tonë sa më shumë, por normalisht të dalin edhe kualitet. Objektin ju do të shihni më vonë pas fjalës së kryetarit, e kemi siguruar për ju një video gjatë gjithë procesit të ndërtimit, është në fazën përfundimtare. Ndërtimet e jashtme janë të kryera, të përfunduara, një pjesë e madhe e ndërtimeve të brendshme brenda objektit po ashtu janë duke u përfunduar dhe në mbetet pjesa përfundimtare. Dhe shpresojmë, besojmë dhe do të dajmë ju lajmin e mirë. Shpresojmë ndihmën tuaj dhe të gjithë atyre që dëshirojnë dhe janë përkrahës të këtij projekti, se inaugurimi ose kreditimi i këtij objekti dhe hapja e tij zyrtare do të jetë 18 ose 19 gushti i këtij vitit. E di se kjo rrugë pasuret as dëshirë, sepse neve gjithmonë jemi më të fortë, jemi më të suksesshëm atë kur jemi bashkë. Ku ka më kënaqësi se kur shqiptarët pa dallim krahinet dhe pa dallim bindjeve të ndryshme, neve jemi bashkë aty ku kërkon vendi dhe aty ku kërkon kondi. Dhe neve mendojmë se TV-Bojin dhe ky projekt vërtet është i qelluar për një fakt. Është fakti më kryesor dhe më elementar, për arsyen se ky televizion është i vetmi jashtë kufive administrativ, përveç në Kosovë, dhe në Kosovë, Radio Televizioni i Kosovës ka programe të gjuhëve jo shqiptare,
sipas kushtetutës dhe ligjit, kurse ky është niveli i cili vërtet të gjitha programet i organizon dhe i ban në gjuhën shqipe. Dhe kjo është arsyeja e vetme që neve si diasporë e ndiem obligim, e ndiem detyrim që të mund të kemi mundësi që jetëgjatësia e gjuhës e kulturës shqiptare në Malsinë e Madhe dhe më gjanë, edhe në anën e malit në Ulqin dhe pjesën e plazë dhe Busilës dhe deri në shkollë ku televizion i ka valet e drejtë për drejta, e pse jo edhe tek diaspora shqiptare që ne përmes këtij televizionit e kemi vendlindjen më afër. Kjo është arsyeja më e madhe të cilët kanë kontribuar që të bëhen dhe kontribuojnë edhe sot e kësaj dite për çështjen kombëtare. Unë vërtet jam shumë i ri në komunitet këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pak më pak se 20 vite, të cilët kanë kontribuar që të bëhen dhe kontribuojnë edhe sot e kësaj dite për çështjen kombëtare. Unë vërtet jam shumë i ri në komunitet këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pak më pak se 20 vite, të cilët kanë kontribuar që të bëhen dhe kontribuojnë edhe sot e kësaj dite për çështjen kombëtare. Unë vërtet jam shumë i ri në komunitet këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pak më pak se 20 vite, unë do t'jem her pas herën derisa ati përfundojmë këtë dag. Vërtet është një kënaqësi dhe ndihem jashtëzakonisht mirë kur jemi këtu në mesin e vëllezërve dhe motrave tona. Tani avokatin e mirë njohur, kur e thon mirë njohur, vërtet jemi krenar për pullën e tij që bën aty në Michigan. Një djalë i ri i cili vërtet në fundit as nuk ka nevojë më marrë në Malsi sepse ka ardhur një moshë jashtëzakonisht të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por vullneti i tina dhe veprimet e tina për çështjen kombëtare janë për t'u përkrahur dhe vlerësuar dhe neve vërtet të vlerësojmë punën dhe angazhimin e tij jo vetëm për këtë projekt, por për të gjitha projektet që realizohen qoftë në Michigan, Joseph de Buka më falni, dhe Nikosi kryetari i këtij grupi organizativ. Faleminderit. Motra e dashur bashkëkombës mbi drejtia të Malsisë miq të shtetit të Timi Bojin. Sot nuk jemi mbledhur vetëm në një restorant, sot jemi mbledhur përpara një detyrimi moral. Përpara neve është amaneti që nuk na thret vetëm me fjalë, por na thret Malsia e Madhe. Sot e kemi ardhur këtu për një qëllim të madh dhe të shenjtë, të sigurojmë me afërsi ata që ka mbet për me përfundua studion e Timi Bojin. Ky projekt ka dikun rreth $300,000 të pa shpenzume për me përfundua projektin. Megjithse çdo cent që ka dhënë diaspora shqiptare këtu në Amerikë kanë shkua për me ndërtua studion e re. Tash kemi me pa dhe video se ku kemi arrit me projekt. Kjo nuk është një shumë e zakonshme. Kjo është pesha e përgjegjësisë sonë. Kjo është prova e dashurisë sonë. Kjo është matja e besnikërisë sonë ndaj vendlindjes, ndaj gjuhës sonë dhe ndaj trashëgimisë që kemi marrë nga të parë tanë. Sepse Timi Bojin nuk është vetëm një televizion. Timi Bojin është fjala e Malsisë Madhe, është zëri i trojeve tona, është kujtesa e një popullit që ka vojtur, ka qëndruar, ka luftuar dhe nuk është përkullur. Këngët tona, dhimbjet tona dhe krenaria jonë kombëtare. Për 25 vite, Timi Bojin ka qëndruar në shërbim të popullit tonë. Jo me luks, jo me lehtësi,
jo me kushte që i meritonte, por me sakrifica, me përkushtim, me një ndjenje të lartë, detyrë ndaj malësisë dhe ndaj shqiptarisë. Ka punuar në një shtëpi, këngët tona, dhimbjet tona dhe krenaria jonë kombëtare. Për 25 vite, TV Boim ka qëndruar në shërbim të popullit tonë. Jo me luks, jo me lehtësi, jo me kushte që i meritonte, por me sakrifica, me përkushtim, me një ndjenje të lartë, detyrë ndaj malësisë dhe ndaj shqiptarisë. Ka punuar në një shtëpi të kufizuara, por kur nuk e ka humbur denitetin, kur nuk e ka humbur misionin, kur nuk e ka humbur besimin se zëri i malësisë madhe duhet të jetojë. Dhe sonte, edhe çdo tubim tjetër që të bëjmë, le të themi me bindje të plot, një institucion që i ka shërbyer kombit për një qerek shekullit, në këto kushte nuk është me thjesht media, ajo është amanet, ajo është nder, ajo është trashëgimi kombëtare. Prandaj, kjo natë nuk është vetëm një fondmbledhëse, kjo natë është një provë nëse ne, e bija të këtij kombi, jemi të denjë për atë që kemi trashëguar, një provë nëse dim të ngrihemi në çështjen e duhur, një provë nëse dim të mos nëm vetëm atë za që ka folur për ne kur shumë të tjerë kanë heshtur. Pyetja para nesh është e thjeshtë, por e rëndë. Ato të lanë zërin e malësisë madhe të mbijetoj, sirish, vetëm me sakrifica, apo të ngrihemi sonde si shqiptar, edhe të themi mjaft, tani është ralla jonë. Përgjigja duhet të jetë një përgjigje burrash, grash, me nder, një përgjigje zemrash që nuk i kanë harruar rrenjat e tyre. Një përgjigje shqiptare, sepse nuk jemi një popull që jeton vetëm për sot. Ne jemi një popull që jeton me kujtesë, me amanet, me besë, dhe ai që ka besë ndaj gjuhës së vet, ndaj kulturës së vet, dhe ndaj vendit të vet, nuk rri duar kryq kur thirret nga detyra. Studio e re TV Boim nuk është vetëm një godin, përgjigja duhet të jetë një përgjigje burrash, grash, me nder, një përgjigje zemrash që nuk i kanë harruar rrenjat e tyre. Një përgjigje shqiptare, sepse nuk jemi një popull që jeton vetëm për sot. Ne jemi një popull që jeton me kujtesë, me amanet, me besë, dhe ai që ka besë ndaj gjuhës së vet, ndaj kulturës së vet, dhe ndaj vendit të vet, nuk rri duar kryq kur thirret nga detyra. Studio e re TV Boim nuk është vetëm një godin, flamur i ngritur në shërbim të fjalës shqiptare, ajo ishte një shtëpi e zajt, ajo ishte një dëshmi e diasporë shqiptare që nuk e kanë harruar tokën e vet. Do të pyesim,
Kush ishte aty kur kërkohej ndihma? Kush u përgjigj kur thirrri malësia? Kush e mbajti gjallë zërin shqiptar? Sone nuk ftoj thjesht të luroni, ju ftoj të merrni pjesë në një vepër kombëtare, ju ftoj të lini një zhurmë nderit, ju ftoj të jepni jo vetëm nga pasuria juaj, por nga zemra juaj, nga ndërgjegjja juaj, nga dashuria juaj për kombin shqiptar. Zoti e bekof Tivi Bojin, Zoti e bekof Malsin, Zoti e bekof populli shqiptar, dhe Zoti e bekof të gjithë ata që japin sonde me zemër, me besë dhe me ndërë. Faleminderit. Edhe njerë duhet ju përshëndes ju, por veçanti duhet i përshëndes dhe duhet përcjell përshëndetjet i përzemërta të dy anëtarëve tjerë të këshillit që sot nuk janë të mëne. Aja është Domnosh Gjolaj nga Malësia dhe Enver Gjokaj nga Kalifornia, i cili në pamësi për të marrë pjesë për te përcjellin përshëndetje më të përzemërta. Tani, fjallëve do t'ju sjellin veprën mbrapën, do të keni mundësi të shihni një video të shkurtër, pikon 6 minuta edhe 18 sekonda, që nga themelet e vendosit vargurit themelit dhe deri ku kanë mëri punimet sot. Dhe pastaj do të vazhdojmë edhe me disa përshëndetje të tjera dhe jeni më tepër se të mirë së ardhur të merrni fjalën më avonë normalisht kur të kryej pjesën, domethënë kryesore të bisedimeve. Pra le të rjekim me mendjen pak tek videot që do ta shohim këtu dhe do shohim rrjellat. Flamur i ngritur në shërbim të fjalës shqiptare, ajo ishte një shtëpi e zajt, ajo ishte një dëshmi e diasporë shqiptare që nuk e kanë harruar tokën e vet. Do të pyesim, kush ishte aty kur kërkohej ndihma? Kush u përgjigj kur thirrri malësia? Kush e mbajti gjallë zërin shqiptar? Sone nuk ftoj thjesht të luroni, ju ftoj të merrni pjesë në një vepër kombëtare, ju ftoj të lini një zhurmë nderit, ju ftoj të jepni jo vetëm nga pasuria juaj, por nga zemra juaj, nga ndërgjegjja juaj, nga dashuria juaj për kombin shqiptar. Zoti e bekof Tivi Bojin, Zoti e bekof Malsin, Zoti e bekof populli shqiptar, dhe Zoti e bekof të gjithë ata që japin sonde me zemër, me besë dhe me ndërë. Faleminderit. Edhe njerë duhet ju përshëndes ju, por veçanti duhet i përshëndes dhe duhet përcjell përshëndetjet i përzemërta të dy anëtarëve tjerë të këshillit që sot nuk janë të mëne. Aja është Domnosh Gjolaj nga Malësia dhe Enver Gjokaj nga Kalifornia, i cili në pamësi për të marrë pjesë për te përcjellin përshëndetje më të përzemërta. Tani, fjallëve do t'ju sjellin veprën mbrapën, do të keni mundësi të shihni një video të shkurtër, pikon 6 minuta edhe 18 sekonda, që nga themelet e vendosit vargurit themelit dhe deri ku kanë mëri punimet sot. Dhe pastaj do të vazhdojmë edhe me disa përshëndetje të tjera dhe jeni më tepër se të mirë së ardhur të merrni fjalën më avonë normalisht kur të kryej pjesën, domethënë kryesore të bisedimeve. Pra le të rjekim me mendjen pak tek videot që do ta shohim këtu dhe do shohim rrjellat Zevi Lucaj. Faleminderit. Tani kam nderin të ftoj në kryetarin e grupit organizativ, njëkohësisht kryetarin e shoqatës
Malësia Mallon e Njërë, zotëni Senat Lullani, fjale për juve. Zeti Lucaj. Faleminderit. Tani kam derin të ftoj në kryetarin e grupit organizativ, njëkohësisht kryetarin e shoqatës Malësia Mallon e Njërë, zotëni Senat Lullani, fjale për juve. Dr. Lajçaj, i nderuar arkatare, Camaj, faleminderit për punën që i bani për këtë çështje. Unë thonë, ku është veti, vahet ku veti, e besoni se kjo është një vend, një familje ndershme, një vend ku kalin burra, ku kalin trime, patriota, si që është familja Lucaj, vllazërit Lucaj, në kryer me Peter Lucin. Faleminderit për suportin. Unë jam nga Malësia, i lene e rritur në Malësi, e gjithmonë gjuhën shqipe e kam pas zemër ashtu, edhe nga familja, se trashëginia të parëve e tanë, për vojtën që i kam pas, si që përmendje dhe Dr. Lajçaj, veriu i trojeve shqiptare ka kënë gjithmonë ma i prekuri, e në gjitha. E fatkeqësisht, viteve të fundit nuk kemi pas ndihma të veçanta, as nga shteti jam, as nga shtetet shqiptare, fatmirësisht i kemi 2 shtete, por shpresoj se ata do të dijen edhe do të marrin vendime tilla. S'kem pas ndihma substanciale financiare nga ata. Malësia me shekujt është mbrojt vetur, është edukuar vetur, dhe gjithmonë ka rezistuar me forcat e veta falje dhe diaspores gjatë 5 dekadave të fundit. Televizioni po im nuk është thjesht vetëm një televizion. Për mua gjithmonë ka qenë një institucion. Institucion falë të cilit na ka dhënë shpresën, na ka dhënë dritën që gjuha shqipe të kultivohet, që edukata dhe tradita e shqiptarit, sidomos e malësorit, të kultivohet në nivelin sa më të lartë. Duke biseduar me Dr. Lajçaj, na kishin da kaj shumë kështet që jetojnë atje, na kishin dhënë një kanal televizim gjuhën shqipe krejt. Por ata nuk doli, gjithmonë e kanë limituar, na kanë neglexhuar, dhe ato janë gjitha dhe pasojat se ma shumë kemi popullat në diasporë se sa në mendinje, fatkeqësisht. Dhe unë besoj se një kontribut për televizionin Bojin është një kontribut për gjithë Malësinë, edhe pse në sferën private ka kundërshtime apo paragjykime ndryshme, fjalët e halkut thonë në mësorët e pikat e Igarlit s'mund t'i mëllën kur, por do ta ndërtojmë dhe do ta përfundojmë me një Zotin gjithë së bashku si që kemi filluar. Faza e parë ndërtimit e badë, shumë bukur, falënderes edhe Koli Ivana i cili përcjell dita ditë këto punime, dhe doktor i nderuar, unë jam falënderuar se jam i gëzuar se jam pjesë i këshillit, vetëm nuk kish mund me bazjanë si kur asion është, por falë gjithë vllazërve malësorë në diasporë, e kontributi që japin për këtë televizion është nderë që t'jem prezent me juve. Faleminderit gjithëve për kontributin që Ashtu të bini dytë për mbledhje me fondeve për televizionin Bojin brenda vitit. Dhe për të folur për televizionin Bojin, unë kam përcjell prej ditëve të para të themelimit të këtij televizioni deri në shtator kur jam këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 2-3 ditë para se jam nisë dhe e kom vizitua objektin, atëherë aprofundua pjesa e jashtme, kur është bërë veshja me stiropor dhe kanë filluar pjesën e brendshme. Nuk e di se sa kanë mëri, por në bazë të kësaj shifet se nevojitat ende të punohet në pjesën e brendshme. Mirë po,
ju dini gjithë dhe keni pa, në qoftë se keni vrejt prej profilit, shifet edhe objekti i vjetër. Sa që nuk shifet prej, nuk mund shifet prej objektit aq i bukur. Kushtet jo solide, por shkëlqyra për vazhdimin e punës së këtij institucioni të rëndësishëm informatik. Mirë po, nuk përfundon puna me kaq. Muret nuk prodhojnë program. Dhe televizioni, kam thënë edhe më parë, është mjeti më i shtrejt informativ. Kemi 3 mjetet informimit publik. Është gazeta, është radio edhe televizioni. Gazeta ka tekstin, radio ka tekstin edhe zërin, kurse televizioni ka tekstin, zërin edhe mbulesin. Që shpesh herë mbulesa flet më shumë se sa teksti që lexohen. Gazetari, udhëheqësi i emisionit, duhet të ketë kujdes përveç se si lexon, edhe përveç mbulesës që mahet, duhet të ketë kujdes edhe qëndrimin para kamerës. Do të thotë, këto janë disa karakteristika të mjeteve të informimit. Por prodhimi i një informate televizive kushton shumë. Është ekipi i cili duhet të shkojë në teren, të përgatisë tekstin, të marrë me kamerë pamjet, të vinë në studio. Gjitha ato kushtojnë shumë. Në qoftë se nuk do të ketë pajisje mjaftueshme edhe të them edhe moderne, sepse është modernizuar televizioni, teknika në përgjithësi, atëherë objektet nuk do të ndihmojnë shumë. Janë krijuar, po them, kushtet normale për punë të gazetarëve, të montazherëve, të kameramanëve, të emituesve të programit e kështu me radhë. Por nevojiten edhe shumë mjete tjera. Ende ka bindje se televizioni, kjo është televizion privat, duhet ta di, ka obligim të përcjellin gjitha ngjarjet që zhvillohen. Por duhet ta kuptojmë se nuk është servis publik. Servisi publik financohet nga shteti, jo nga shteti tek funi, por nga taksat e popullit. Televizioni bojnë nuk merr kurrë prej asaj. Jo vetë televizioni bojnë, por televizioni privat asnjë. Kështu që duhet ta kuptojnë se dikush duhet ta financojë ata gazetarë, ato shpenzimet që ka televizioni në përgjithësi. Tjetër, mungesa e gazetarëve është e theksuar. Kushtet jo solide, por shkëlqyra për vazhdimin e punës së këtij institucioni të rëndësishëm informatik. Mirë po, nuk përfundon puna me kaq. Muret nuk prodhojnë program. Dhe televizioni, kam thënë edhe më parë, është mjeti më i shtrejt informativ. Kemi 3 mjetet informimit publik. Është gazeta, është radio edhe televizioni. Gazeta ka tekstin, radio ka tekstin edhe zërin, kurse televizioni ka tekstin, zërin edhe mbulesin. Që shpesh herë mbulesa flet më shumë se sa teksti që lexohen. Gazetari, udhëheqësi i emisionit, duhet të ketë kujdes përveç se si lexon, edhe përveç mbulesës që mahet, duhet të ketë kujdes edhe qëndrimin para kamerës. Do të thotë, këto janë disa karakteristika të mjeteve të informimit. Por prodhimi i një informate televizive kushton shumë. Është ekipi i cili duhet të shkojë në teren, të përgatisë tekstin, të marrë me kamerë pamjet, të vinë në studio. Gjitha ato kushtojnë shumë.
Në qoftë se nuk do të ketë pajisje mjaftueshme edhe të them edhe moderne, sepse është modernizuar televizioni, teknika në përgjithësi, atëherë objektet nuk do të ndihmojnë shumë. Janë krijuar, po them, kushtet normale për punë të gazetarëve, të montazherëve, të kameramanëve, të emituesve të programit e kështu me radhë. Por nevojiten edhe shumë mjete tjera. Ende ka bindje se televizioni, kjo është televizion privat, do të di, ka obligim të përcjellin gjitha ngjarjet që zhvillohen. Por duhet ta kuptojmë se nuk është servis publik. Servisi publik financohet nga shteti, jo nga shteti tek shumë, por nga taksat e popullit. Televizioni bojin nuk merr kurrë prej asaj. Jo vetë televizioni bojin, por televizioni privat asnjë. Kështu që duhet ta kuptojnë se dikush duhet të financojë ata gazetarë, ato shpenzimet që ka televizioni në përgjithësi. Tjetër, mungesa e gazetarëve është e theksuar. Idenë e popullit, edhe këtë na duhet me luftu me median tonë. Mediat tonë, mos qoftë aty na jena në rrezik me medjë si i footnote në faqet e historisë. Tonë të gjithë ta parafolësit para medjë e tonë shumë bukur edhe nuk di sa mujnë me shtua për te që e kam thonë, po kjo është gjë e bekume, inshallah me 18 gusht do t'jem të gjithë aty me prej shiritit edhe me vazhdu këtë epokë që vazhdimisht me ecë përpara. Pra, historia jo që të kërkojmë, por ke marrë së bashku të përfundojmë këtë projekt, këtë vepër e cila meriton, le të tregon se ju e vlerësoni si gjithmonë që kanë ditë shqiptarët e New Yorkut me veprua, me punua, me shpenzua, edhe besa edhe pushkën me marë për atë lejon. Pra së bashkut, komunitetet e New Yorkut e të Michiganit, kem da gëzimin, kem da hillnimin, kem da gjitha ngjarje për malsin dhe për kombin shqiptar. Me siguri, para 25 vitesh, ne se kem ditë që të bashkohen në këtu sëtë. Por ajtë që e filloj këtë program, i ndjeri Tombojaj, të cilin e kom pas mik, shok deri në minutin që ka lënë jetë. Por ai sa ke gjallë i nej besnik malsis, me programin në gjuhën shqipe, me shumë shtërsina, dhe çdo herë që i të i shqetësuam, ai e kite shpresen në këtë diasporën, aty tregon sa e ka kënë shumë vizionar, dhe pas ka pa njoft si kur kush, diasporën malsore, po në përgjithësi dhe diasporën shqiptare. Ai ka marrë pjesë në gjitha trojët shqiptare me programet e veta që edhe në komet bashkuame ku ka pa Emili Gjerat, ish ambasadori i Amerikës Negroponte. Do me thanë, ai ka besuar shumë në ne, po dhe ne si diasporë kem besuar në programin e TV Bojin. Se kem da shumë malsin, s'bashkut, kem da gjuhën. Në atë vend, në atë maltëzi, 60 minuta kënë programi Shqip. 60 minuta shumë pak. Nuk mësohet, nuk kyzohet zemra, as shpirti me as minuta. Megjithse, Tomboj nuk e pat jetën e gjatë. Lajmëroi jetë dhe shumë prej nesh pyete çka do të ndodhi me këtë program. Por prap, bashkëshortja e tij, e nderuar Sandra, me fëmijën, me bashkomas, prap ne vazhdojmë së bashkut, ata programin atje,
dhe na këtu që të përkrahim të regojnë. Me të vërtet e kini pa dhe pa vetë nuk duhet të marko se sa për nevoj është kënë një studio e re. La ty kur u fillua kjo punë shumë e madhe me rëndësi për malsin dhe kjo këshill shumë i dashtun pra vend se filloj vetën, por shpresën e gjithë diaspore shqiptare. E la ditë kur përfundohet ky objekt, kur t'jen emnat të shkruam, nuk do t'jen vetëm malsorët, por do t'jen shqiptarët për gjitha trojve shqiptare. Ato me siguri na gëzon ne, e gëzon malsin, se malsia është pjesë e pa dashme, pa kufin, por gjithmonë zbashkut, me zemër, me tru, me shpirt, me gjuhën, me flamurin, me Skënderbeun, e zbashkut. Do të dalim faqe bardhë, me zbashkut, me siguri, ky projekt do të përfundoj. E shumë herë vjen pyetja, a thua do të arrisim së bashku që me përfundua. Unë e kom pyetjen para jushve gjithë me gjimtarëve, dhe gjithë shqiptarët, dhe me ndihës atje, cilin program, projekte kanë fillua malsor e se kanë përfundua. Asë një deri sot, edhe këton së bashkut, me gjitha shoqatat, dhe përfaqësuesit, unë s'mu në marë emën për emën, se unë një zilvet, i në zemrën time, jem së bashkut, do të vazhdojmë, e kështu do të veprojmë për gjithmonë. Pse kemi shua vendlindjen, se kemi draftua. Pse kemi shua vendlindjen, se kemi nërgua lak zemrët, por gjithmonë do t'jem me malsin, me trojet shqiptare, ku do gjindin e ku do janë shqiptare. Në nërë që sa madhe. Gjithë aktivistë dhe kryetarë që kanë kontribuar për çështje shqiptare. Dhe profileve të ndryshme, gazetar, publicist, shkrimtar, businessman, të cilët dhanë si fjetën e tyre, po nuk morën asnjë mbrapa për ta trajtuar e tyre. Ndihem krenar dhe i privilegjuar se me keni caktuar të pjesë e këtij organizimi për ndërtimin e objektit të televizionit Bojnë, dhe mendoj se është një iniciativë e sëruar dhe këtë vim se bëjmë këtë punë dhe kemi bërë edhe përpara, edhe këtë punë, edhe ndërtërit të iniciatorë. Besoj se kam një jehon dhe ka ngrit një entuziasm dhe një shpresë për malësit, sepse po punojmë për një dritare të rejë. Unë duhet të përdori një shemë, që tash me randërmend, zatë Muhabeti që pati profesori nga Michigani, profesori Gjajqaj, për në randërmend një proverb i një dhe njëse të matëmëjt historisë shqiptare, Aleksandrit të Mëllër, apo Lekës së Madh, Aleksandri the Great, i cili ka pushtuar botën. Por, kjo është një rast ndryshe. Kur kishte shkuar në Babiloni dhe pushtoi atë, i kishin thënë se këtu ekziston një filozof i madh, i cili nuk përballesh me ta. Dhe ti duhet t'i plotësosh kërkesat e tij se të bash mëdhet me ta. Dhe kishte shkuar atje duhet të takoj. Kishte shkuar me zith mashtinë e tij, me zith tronin e tij, me zith ushtrinë e tij dhe e kishte takuar një njeri ai po pret ka më patë kur sheh një filozof që veshur vetëm në thjesht, por si i buluar këtu me shorts, how you can say. Diagnostis e kishte andaj dhe del para ti e i thot unë kam dëgjuar për ty, ti je njeri ma, unë do të bëj gjithçka për ty.
kam pasuni, kam para, mund t'jam qytet e vesh në ardhë pi të mbretërin time. Vaj përgjegjet në njërë shumë interesante. I thot, majtë e shot se në kesa në djelin. Dhe kjo habite, i thot, kam dëgjuar për juve. Por unë thot, dua thot, të mos më marrësh ata se unë e kam. Dua lirin time dhe ata se dua ta kem zëtës tjetës. Sa Aleksandri i thamë nuk këmarët të me të freguar veç u shtanë nga i sendim filozofik i ti. Shua duhet të themë me këtë. Të mbojaj ishte ai njeri të mbojaj. Unë e kom pas shok për kërë rrugët atje në dushis, aty ku jam afirmuar si zancë, dhe ai njeri ishte i veçan kur e kom njohur. Dhe shqipja diçka në atë kohë, në atë mendjen time të vogël, shqipja diçka këtë njeri. Dhe ky njeri arriti me banë, diçka që nuk e bani askush në mundësi. Pse? Tek ne nuk ka ekzistuar opinioni. Në Shqipëri nuk ka pas gazet që ka formuar opinion. Kush di ma shumë, mas me të ndërgosët dhe të profesor Francama, i që ti ka të profesorin i ndërruar për 4 vite. Dhe më thënë, çfarë kishe para vetes, duhet i lexuar se ekziston të opinion. Ky njeri e pati një opinion, pati një vizion dhe hapi një televizion. Çfarë do të ishte majtësia sot pata? Me siguri se do të ishte e cunguar. Majtësia pa të mbojë, i cili për pat të kesë nuk pa të jetë si gjatë, do të ishte një majtësi e pa informuar. Sot jam mjetit e informimit të 4 vendeve shqiptare dhe informojnë çfarë po ndodh në botën e ndryshme, gjithë e dim njëj, por ata merren me çështje dhe problematikën e majtësisë. Kjo na intereson. Fali këtij njeriu dhe të shoqës së tij, Sandës sot, që e ka ndjekur vullnetin, ne mund të themi se kemi një zonë, një ditrare, një ndecim, një veshtë tjetër, dhe majtësia në vërshurë. Kjo nuk do të thotë se ne po ndërtojmë nikotin, që gjithë sa e një ju këtu, e po kontriboni, e këtu, e atje, e kudo, pa që fasin një barë, por kjo dhe ky institucion dhe ky godin, si që ta profesori është private, po meriton të ndihmohet dhe mbrapa, të profesionalizohet, sepse kjo ka punuar me fëmijë, ashtu si ka pas me rritur, nga një familje bujare, familje e bojave, që është e njofën të mërësi, me këtë pak, si në thonë, me këto pak klima, ka mbrit me majzja. Unë duhet të falenderoj njerëzit që kanë ndihmuar gjithë kohën, Marash Mëcollin, profesorin këtu, Lajçaj, Detvukaj, avokatin tjetër atje, Tinaj, Malotën i Vezaj, dhe gjithë ju që jeni këtu, që jeni figura, që keni vënë për këtë çështje, dhe i vetë për këtë çështje, por për gjitha çështjet që ka panderoj majtësia. Dhe duhet ju falenderoj nga zemra, gjithë shka bani për këtë institucion informativ, sepse me këtë institucion ne mund të ngrejmë gjërat përpara dhe mund të njoftojmë majtësinë, Shqipërinë dhe botën jashta, sepse dritaria është e hapur, është vizion, është ocean, dhe prej këtu ne mund të nxjerrim dhe të bëjmë më shumë për vendin tonë. Unë duhet t'ju përshëndes në falje se zgjata pak dhe faleminderit për gjithë ata që bani për çështjen e komunitetit. Popullin kundër perëndimit, me një besim të thellë se janë të kërcënuar, sepse nuk ka pas mikrofon tjetër. Jugoslavia ka pas një mikrofon. Çdo mikrofon tjetër që janë rritur në kam, e kanë burgos, ose kanë vrarë, e kanë zhduk. Vetëm me zhdukat mikrofonit, me zhdukat fjalën tjetër. Qa të më thonë mikrofoni, qa të më thonë bojini, e përmendi Vebil, një këton. Shpeshher i këton Vebil që më rritë në këtë komunitet, Iliria ka funksionua jo si gazet, po si bosht, si strumbollar, mes në cilët komuniteti o sil. Edhe e ka bashkua komunitetin, e ka unifikuar komunitetin, e ka mundësua
njerë si kur mua, që jam marrë 5 vjeç këtu, me mësu shqipe më mirë, edhe me mësu me lexua. Edhe me mësu për kulturën tonë, me sensibilizuar dhe për qeshën tonë, që të me kanë e rritën këtu, jam më aktivist. Nuk e di a keni vrejt. Në udhëtimin e shpeshta të mia dikurshme, kur s'kam qef në avion. Edhe të unis këtu natën, vinte një kohë, një pikë, ku nata u buqte me ditën. Nuk e di a keni vrejt. Është një pikë fix, ku atë asimilimin. E kom pas një klient, Nik Pendevic, nuk e haraj, i djalli i Sakal. Edhe fliste anglisht në mënyrë të rrjedhshme. Edhe fola anglisht atë. Bush ma të letra t'ja solla, vetëm me shiko me korrigjua. A i tha, gjithka ke mirë, tha, vetëm këtu, këshyri, komësia. E kom shkuar shqip. Nuk je shqiptar, jo, tha jo malazes. Në fajnë, i thonë. Se unë jam i rritëm këtu, se nuk e di kom një Pendevic mund të jetë edhe me kanë malazes. Tha, prind, jo të gjyshat, jo së të gjyshat, jo kështë ka të gjyshat, prind i kom shqiptar. Ko pi nata me ditë, ko ba asimilimi fix të këtë djali. Kjo para bojinit. Rëndësia bojinit, rëndësia e mikrofonit, me pasën këtë komunitetin e manësis, ku ka në një zhryje e madhe, keme pa plavë në kusin. Jo, nuk e di unë 80% të asimilu. Nuk e di. A dhe vetëm si pas me. Edhe në manësi, të me pasat të presioneve ekonomike edhe politike që si kur printan që kanë arë këtejna, edhe tjerë, edhe mos e pas mikrofonin tonë, presioni e asimilimit. Kjo është nënësia për mua, kjo është nënësia e bojinit. Edhe i ka ato shows e kështu mund t'jetë leta, mund t'jetë lajme e vjesë si tona atje, nuk ka rëndësi. Rëndësia është që shqiptarët me pas mikrofonin e ty që me ndikua, në falë se zjata, por kjo është për mua, kjo është dhe më thanë e kësaj nasë, i përgjëzoj shumë komisionin, e keni dhe më thanë tjerë si kur unë, që janë pothuajse të njerë këtu, elemente të ri, kaq pozitive, kaq përgatitën që vjen shumë mirë me i pa dhe për afer, ju përgjithas gjithë vetë dhe faleminderit. Investimi në televizionin bojnë, përfundimi i tij mendoj se është një investim jo vetëm në gjeneratat e tashme, por edhe ato të ardhshme. Sepse siç e dinë të gjithë, është i vetmi televizion në gjuhën shqipe. Ka bënuar kushtet jashtëzakonshme edhe tash, shqyr zotit që ka ardhur mundësia e me mua me e realizu këtë projekt. Edhe ajo duhet më ofrojë, i duhet marxisë, i duhet diasporës. Sepse të gjithë këtu jemi të i rritë fëmijë, edhe kur e kemi një program kemë qenë me shumë e pa ata vetë për Shqip. Le të dëgjohet fjallë në Shqip në marxi. Marxia kur nuk duhet asimilohet. Televizioni bojnë ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në këtë sferë. Çdo investim, sa do i vogël që t'jetë, mendoj se është me interes për të realizuar këtë projekt. Dhe siç e dim, Brigata ka dalë buk negojës me marxin, sepse na jemi një e jemi të pandashëm. Ky është një zonë që i duhet marxisë, sepse kështu ruhet identiteti ynë kombëtar, kështu ruhet gjuha, kultura jonë, dhe ato troje të cilat i kemi lanë, po megjithatë këtu që jemi në diasporë, një pjesë marxisë gjithë e mbajmë me vete. Unë s'dua t'ju lullje të zgjatën, por ju përshëndes, ju bëjt thire që të kontribuoni sa t'jetë e mujton që të përfundojmë këtë projekt, e dalim fitimtar në atë aspekt, ashtu si që kemi parashikuar. Unë jam optimiste dhe besoj se kjo do të përfundohet me sukses. Faleminderit të gjithëve dhe respekt për ju që keni rrugëruar edhe keni ardhur nga Michigeni, nga vende tjera, ju dëshiroj suksese të realizohet ky projekt. Besoj se realizohet. Ashtu siç keni realizuar projektin tjera. Për që ajo për sa kush e ka mikrofonin e kontrollon votën.
Unë kam pas fatin që t'jem rreth një viti drejtori zërit Amerikës. Du t'jap në shenjë se sa është vështirë të mbahet një program televizion. Për 30 minuta program dite kemi pas rreth 20 vetë. 20 gazetarë dojnë të punon për 30 minuta. Mesazhi është se televizioni kushton shumë, edhe bojini e ka shumë vështirë të bëhet pa ndihmën e diasporës shqiptare. Ose që tha dhe Marashi, kur fillon mësoj një punë, e kryjnë. Edhe kjo punë do të kryhet me sukses. Si që dini edhe shumica ju, unë vazhdoj të jem botues i Gazetës e Sikeria, një kohë, kur nuk kam qenë botues, po kam qenë gazetar tjetër. Kam udhëtuar gjitha shtetet e Amerikës, ku ka shqiptarë. Louisiana, Maryland, Michigan, Kalifornia që të punë, por, e them para zero. Komuniteti më bujar që e kam hasur gjatë të rotime ka qenë komuniteti i Michigan. Është një komunitet shumë i veçantë, shumë bujar, kur shkon mësohet për të kërkuar ndihmë nuk them duar bosh, edhe ky aktivitet e tregon bujarin e tyre, po ky nuk është vetëm një aktivitet që kanë organizuar. Ata kanë qenë sa më kujtohet ndër të parët që kanë ndihmuar luftën e UÇK-n, materialisht me ushtar. Komuniteti i Michiganit është i veçantë për harmoninë ndërfetare, është i vetmi komunitet që ka 3 bashkësi fetare, do 3 institucione fetare. Vërtet 4, Kisha Katolike, Kisha Ortodokse, Teqeja edhe Xhamia. Ato gjithë punojnë në harmoni me një tjetër, ato kanë qenë gjithë bashkëpunues edhe në aktivitetet kombëtare. Edhe njerë, urime, sukses, dalë që faqe bardh në këtë aktivitet shumë rëndësi për rrugën e komunitetit, rrugën e gjuhës traditës edhe për informimin e shqiptarëve jo vetëm marrësi, por diasporë. Faleminderit. Të nderuar bashkëkohës, bashkëmendes, si jam këtu para jush, të përshëndes ONM-in, po ONM Federatës Vatra, si sekretari i saj, sepse lidhet kjo duke menduar çfarë më thonë, pra për mos përsëris, më ran mend se si një poezi e Fanolit, ajo poezia e famshme Vaj nam mos i frikë se ke djem në Amerikë, dhe ne gjithmonë duke filluar ne nga ajo kohë e Norit, e Konicës, e kemë vazhduar këtë traditë. Më bashkuar, me ndihmuar njëri tjetrit, me ndihmuar komin, me ndihmuar vendin tonë, me vu një gurë në atë murin tonë kombëtar. Dhe ai gur herë është edhe një gur i madh, po mund të jetë edhe një gur i vogël. Dhe pa të gurin e vogël, as ai gur i madh nuk rrin, do të me majë. Ashtu që çdo kontribut, edhe i madh, edhe modest, është i mirakull, sepse vjen nga zemra, vjen nga shpirti, vjen nga ajo që kemi trashëgimi me ndërgjenerata. Dhe tha Bebia, jam dakord se malësorët, në veçanti malësorët e Michiganit, kanë treguar gjithmonë një bujari veçantë, jo vetëm për malësi, por për gjithë çështjen kombëtare. Unë jam krenar tim bi asaj malësi, edhe që së bashku për një organizam kaq të vyrë, kaq të mirë. Kjo është televizori Vojnë, është zari i shqiptarëve në trull, në të kohë për disa dekada, është pasqyra atyre, është drita atyre, dhe ne si komunitet, ne si shqiptarë kemi obligim që ta ndihmojmë pak, sa mundin. Natyrisht nuk është mjaft ta ndërtojmë vetëm godinën, po duhet të interesohen që edhe pagesat të ngrihen, që të ketë profili të ngritet, edhe aty duhet të punojmë pak më shumë. Por si do t'joftë, ju komision kryetar, organizatorët që keni marrë këtë përsipër, i përgëzoj. Është një punë e veçantë, një punë e mrekullueshme, edhe një prit të para. Ne do jem me ju modest apo jo, por do jem me ju s'pakët në mënyrë morale dhe përkrahje dhe gjithë pas së bashku. Kjo është pas së bashku, faleminderit. Me një krye Joseph Dedhukaj, si dhe me këtë rast duhet përshëndes dy unë i qëmi shokët, si thaj bashkë luftëtarë,
të mi nga Detoridi, Marash Nëcullaj dhe Anton Lajqaj. Pse e them këtë? Sepse këte do të lidhëm edhe me TV Bojnë. Në vitin 2003, ne marrëm në Liga Qytetare Shqiptare Amerikane me në kryet Joe Diogardin dhe kongresistin Tom Lantos u morë vizita e parë fakt mbledhëse në tojët shqiptare etnike Malzi. Dhe TV Bojnë me të ndjerin Tom Bojnë ka qenë njeriu në rreshtet e para të cilët në ka përcjellur hap pas hapi këtë vizitë. 3 ditore që kena qenë nga Ulqini, Kraja, Malësia dhe deri në Plave Gucini. Dhe më thonë, Tom Bojnë nga ka përcjellë çdo moment dhe ka nxezu. T'ju rikujtoj se në vitin 2003, Malizi ishte pjesë e Shërbis, dhe më thonë e shtetit me Sërbi vishin anter pa undo. Dhe kë ishte një akt i guximshëm nga ana e TV Bojnë dhe nga ana e Tom Bojnë që të marrë një iniciativë tillë sepse kishte rrezik edhe për punën e tij edhe për ndonjë sankcionim. Kështu që ne me këtë rast unë mendoj që sonte e nderojmë edhe punën që e ka filluar pioniri i informimit shqip në Malzi Tom Bojnë. Ato duhen ndihmuar dhe me vërtet Malësia dhe diaspora Malësis në Detroit dhe New York është shembull se duhet treguar se si ndihmohet vendlindja e tyre. Ju e keni treguar si me zgjedhjet komunale në Malësi e keni mbështetur. Tani edhe me ndihmat financiare që nuk duhet të përmendi, Rendi Pazrendi, me bursat ndryshme, shoqata Malësia, shoqata Trieshi dhe ju gjithë bashku keni treguar dhe jeni model edhe për shoqatat e tjera të komunitetit se si duhet ndihmuar vendlindja. Dhe unë për këtë ju përgëzoj. Nuk duhet të zgjas më tepër, ju falenderoj për vëmendjen dhe ju dëshiroj që një sukses. Kur dole, Faleminderit Mikën. Tani kam nderin të ftoj një jurist. Sa kënaqësi është kur me të vërtet mesin tonë kemi profesione të ndryshme. Jemi si ata kurtearë që formojnë dhe krijojnë një mozaik me profesione të ndryshme dhe puna e gjithë neve ka vetëm një pikë ndërgjimi, po përmeni një terme. Kontribut të sonë nga po flasë në emën të Kon Ivanaj, e në emën tina i përshëndes gjithë që jeni prezent. Do vjanis me përshëndet parin Maloti Vezaj, që nuk ka profesor as doktor, por më dhejta $1 shkaman kontributër çdo rast. Pranderina i përshëndetuj në pas titër, nëse ke zemrën e vullnetin e shqiptarit. Përshëndes të gjithë për Michiganit, Zotin Joseph Dedukaj, si thamë, këtu ka si fëmijë, mirë po kontributi i tina nuk ka mundua kur, prej aktivitetet më të para në Malësi, për Kosovë, Shqipëri, për lëvizjen demokratike e të tjera. Do të përshëndes edhe të gjithë tjerë se me të vërtet Malësia e Michiganit ka dhënë aq kontribut sa nuk muna me të vërtet me një fjalë, me shpreh ata që e kam ba, ma tepër me thamë se gjithë bashkësia shqiptare që ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj sot jemi tu bua këtu me blidh për një televizor. T'ishte kanë fati, me që se kam ligjerua një 20 vjetë drejtën ndërkombëtare në Podgoricë, i kom për specialitet dhe pakicat kombëtare. Tash na jep komba si doni, por na jep edhe më pak se pakicat kombëtare, se pakicat kombëtare lindin ai termin Kongresin e Berlinit me 1878, se na jep lanë si pakic e kombi shqiptar, e cila ka qenë shumicë në Shqipëri. Por se pakic kombëtare nuk jenë shmon as pak, as për kontributin që kemë bërë. Me 2 shtete shqiptare, na s'kite dash bashkohemi këtu për televizor, për një televizor. Ne kem kohën të veprojmë na këtu, formojmë një televizor shqiptar këtu, formojmë një qendër kulturore këtu, të ruajmë vetin, të ruajmë kombin, të ruajmë gjuhën.
Se atje kënë biznismen tash, atje kënë... Që ka marrë përgjësi i preksoj për guzimi sa është guzim, të mash një barë ka shtranë për Shqipër, po një barë që jabde të marrim, base TV Bojini, si që tha të gjithë, ka qenë një dritare e vogën ndoshta po mjaftuar për që na si t'ja shkuar ta shohim me ljen tonë, t'i shohim vllaut dhe motra dhe ta afërmit tonë. TV Bojin ose Tom Bojaj e ka filluar me shumë sakrifica. Do të thotë ka shpenzuar dhe ta thonë ka kufizuar dhe bukë në gojë familjesh që të ekzistojë sot ky TV Bojin. A sot TV Bojini nuk kanë kushtet mira. Mirë po, si shkot Domnor Zholaj, TV Bojini ka meritua një përshesh që tonë në majsor, një dhurat sa do që ata kushtojnë ne. Prandaj në vend të fjallëve ju thalas ta përkrahim materialisht, sepse fjallë me rejera, na folë në shumica për ju se gjithë me men për rridhat, për sakrificat që i ka kalua ky TV Bojin, po dhe në përgjësi manësia. Sot jem në një situatë falënderoj Zotit më të mirë, me ardhen e komunës, me gjithë që komuna nuk ka që një zgjedhje plot dhe e drejtë që është shqiptare në Malezi, por një hap për para, do të kenë një administrim. Pajtohet kësish me Palokën, me gjithë se Paloka pa të kalon ligjërata me plot drejtë, pak i frustruam, kështu e emocionuam, mirë po shtetet shqiptare nuk janë të bëjmë mjaftueshëm që ta ruajmë na identitetin, jo komin, na s'ku nevojë komi shqiptar të Malezi, komin e Tirana e Prishtina, po identitetin, elementin shqiptar Malezi na duhet ata ta ndihmojnë. Nuk di a i gasmojnë na mjaftueshëm me ta vërtetë, nuk di a i gasmojnë na mjaftueshëm, po mos tash ti besoj se një gjyshe po ja thom njëri proverb po më një thanje, mund ta mbjell një shqiptar rrallë, kur na vishin tejtar shumë, ke pa tejtar shumë, edhe rrishi pak më gjatë, një vete, ju gjithmonë që punon në nesër, dikush po, dikush po, në sa qohin natën, a qohin shti që rriti ka zjatë. Edhe na, mendoj se kem të bot me fjalime, kalojnë proces të lezojmë sa në kontribute dhe sa mundojnë kontribute tjerë të kontribute. Faleminderit. Dhe punë bashkë gjithë dhe dalim faqe bashkë. Faleminderit. Organizativ për ndërtimin e televizionit Bojin, që falenderoj përzemërsisht të gjithë juve që jeni këtu prezent, të falenderoj të gjithë ata që edhe para takimit sotëm, po ashtu këtu në New York, kanë lanë kontributin e tyre, të falenderoj të gjithë ata që kanë lanë edhe ma parë, dhe falenderoj të gjithë ata që do t'jepin edhe me të ardhmen, dhe përmes kësaj dua nikosisht të përshëndes dhe të falenderoj për punën jashtëzakonshme që televizioni Bojin në krye me zonjën Sandra Bojaj dhe me gjithë stafin janë të punua dhe si fryti punës së tyre vërtet është arsyeja që neve jemi këtu sot për t'i përkrah dhe si që tha edhe zotri Nikol Juqaj që neve sado pak të japim një kontribut gjithësisht, një peshqesh për veprimtarin dhe punën e tyre në çështje kombëtare, gjithësisht në kauzën e madhe të ruajtjes së gjuhës dhe identitetit kombëtar. Edhe një herë faleminderit shumë për pjesëmarrjen, ju falenderoj të gjithëve për kontributin tuaj dhe shpresoj besoj se Zoti do jesh ai që do t'ju shpërblej aty ku ju dëshironi zemra juaj. Tani e ftoj që janë gjitha të respektuara dhe të nderuar sot dhe tanë jetën. Të nderuar gjithë të pranishëm, të gjithë që sonte keni marrë pjesë sonte këtu, dhe keni bën donacionet e të juaja të dëshirës tuaj dhe të zemrës tuaj që e keni bie veten për suportuar televizionin Bojin. Sonte dëshiroj të falenderoj me të vërtet grupin iniciator që kanë marrë besimin e tyre ndaj meje që t'jam arkatar i këtij projektit shumë të rëndësishëm për malësinë tonë. Sepse gjithmonë unë e kam quajtur qysh femiri, qysh në moshën e femirisë, domethënë të jetë një dritare e madhe për krejt shqiptarët, si në malësi ashtu edhe në diasporë. Pse? I ndjeri im vllai Lindon Camaj, këngëtari i cilin gjithë me besoj, gjithë e keni njoftur, në shtatorin e vitit 2006, kur shqiptarët thirrën, quhen nga shteti malazes terrorist. Pse? Shqiptarët
dëshrojnë ta mbrojnë shtetin e vetë, vendimin e vetë, vendin e vetë, popullatën e vetë, në çdo mënyrë, në çdo aspekt, sepse ne jemi shqiptar, ne jemi njerëz i lirë, që jemi të atij vendit autokton, dhe dëshrojmë që ta mbrojmë me zemër, me shpirt, me krenari, bojari, dhe me ndoshta mund të them, jo ndoshta mund të them, po të them se që me krenari më të madhe dhe me heroizmin më të madh që Malësia gjithmonë ka qenë për atë vend dhe për krejt shqiptari, jo është për Malësinë e vogël, që është Malësi e madhe gjatë gjithë historisë, por në vitin 2006 që muaj shtator, mund të them për këngën që u realizua Korbat e Zi, me siguri gjithë e keni dëgjua, me kujtohet atëherë kur Lindoni i ndirë me thirrë dhe mua dhe me thoshte do ta realizoj një këngë dhe i kam bërë një këngë që quhet Korbat e Zi, që malazezët dëshrojnë t'i thrasin shqiptarët se janë terroristë. I thash në çmënyrë malazezët mendojnë të thrasin shqiptarët terroristë kur kufini i ka ndarë, por vendi, toka, ajo është gjithmonë shqiptare dhe do të mbetet shqiptare. Unë i thash, mas që dëgjova këngën Korbat e Zi, prej fillimit deri në përfundim, i thash që unë dëshoj që të jam sponsori këtij realizimi të këngë dhe videoklipit. I thash me të parë në fjalë, i thash me kanë do të bashkëpunoshim. Ai më tha, do të bashkëpunoj me Tom Bojaj. Ata të dy janë të vdekur dhe ata janë të dy në amshim, por ndera, vepra, patriotizmi i tyre, mendoj që ata nuk janë të vdekur kur. Edhe pse thonë të këta, pse sonte u jam këtu, dhe gjithë të bashkut jemi të bashkuar me një qëllim të mirë që televizionin e TV Bojnë, që unë e kom qujtë qysh në fëmi, dritarja e gjithë shqiptare të Malësisë, Malëzisë, Shqipërisë, Kosovë, Çamërisë dhe Maqedonisë dhe krejt diasporë shqiptare, ai është dritarja dhe do mbetet dritarja e shqiptarëve për jetë. Kufini i ka ndarë, por vendi, toka, ajo është gjithmonë shqiptare dhe do të mbetet shqiptare. Unë i thash, mas që dëgjova këngën Korbat e Zi, prej fillimit deri në përfundim, i thash që unë dëshoj që të jam sponsori këtij realizimi të këngë dhe videoklipit. I thash me të parë në fjalë, i thash me kanë do të bashkëpunoshim. Ai më tha, do të bashkëpunoj me Tom Bojaj. Ata të dy janë të vdekur dhe ata janë të dy në amshim, por ndera, vepra, patriotizmi i tyre, mendoj që ata nuk janë të vdekur kur. Edhe pse thonë të këta, pse sonte u jam këtu, dhe gjithë të bashkut jemi të bashkuar me një qëllim të mirë që televizionin e TV Bojnë, që unë e kom qujtë qysh në fëmi, dritarja e gjithë shqiptarëve të Malësisë, Malëzisë, Shqipërisë, Kosovë, Çamërisë dhe Maqedonisë dhe krejt diasporë shqiptare, ai është dritarja dhe do mbetet dritarja e shqiptarëve për jetë. Nuk do të marrë askan për emër, por ju premtoj që nuk do të zgjat gjatë. Nuk do të zgjat gjatë, sepse folësit para met i kanë shpjeguar të gjitha, edhe unë nuk do të jam monoton tani, që ju të thoni pse ky tani do të flasë ma shumë se këta gjithë. I falenderoj për besimin e tyre që ma lanë si arkatar bashkët me Malot i Vezaj, një aktivist i dalluar në Michigan, dhe Noa Nikolaj për një familje të nderuar nga Treshti dhe Malësia. Tani do filloj që jap emrat e gjithë juve. Kisha pas dëshirën më të madhe që herën e parë që këtu
në Michigan dhe në familjen e vllazërve Lucaj, që kjo familje po tregon dhe po jep, jo vetëm se po japin këta, por po tregojnë se kush kanë qenë edhe babat, zyshat dhe sërgjyshat e tyre dhe familja e tyreve brends mas brends, si kemi thënë në malësor, po këta kjo është në faqe bardh dhe valashin djemve, nipave, stërnipave, sa t'jet jeta. Në njerëzit të cilët e përkrahin këtë iniciativë për televizionin Gojë, dhe jam shumë mirë njohur nga zemra personalisht dhe në emër gjithë të grupit iniciativës që jemi të caktuar dhe jemi caktuar në Michigan për të përkrahur këtë televizion, u falenderoj dhe u dëshiroj shëndet, jetë, mirësi dhe çdo gjë që ka vështirë zemra në jetën dhe në familjen. 2026 sonte në orën 9:14 minuta do filloj që çdo emër që ka dhënë kontributin e tij ta përsëris dhe ta flas këtu. Numër 1, Kol Zefi Cacaj $500, Viktor Frani Lëgjuraj $1.000, Vasel Pietri Ulaj $300, Zevgjoni Kalaj $2.000, Vehbi Bajrami $500, Gjon Pashku Dëdvukaj $1.000, Fernand Frani Camaj $400, Nikol Junçaj $300, Eurocat Incorporation Paul $500, Kolnoshi Camaj $300, Gjergj Dëdvukaj $400, Haxhi Zeneli $200, Gjeladin Zeneli $200, Robert Leshi Junçaj $100, Lula Shtomanicaj $500, Luiz Samaj $300, Wilson Pashku Lëgjuraj $500, Senat Ljulanaj $300, Brent Franja Bojaj $500, Tom Luc Gjënlekaj $1.000, Gjeto Marku Bojaj $300, Luiz Noa Bojaj $500, Pjetër Gjok Bojaj $500, Lek Noa Bojaj $1.000, Franz Efinicaj $1.000, Mark Letoti Ulaj $500, Viktor Pietri Junçaj $400, John Martini Junçaj $400, Fran Markola Lëgjuraj $500, Daniel Ivezaj $200, Steven Vasel Shtjek Nivezaj $1.000, Sandri Morici Shoqata Rugova $500, Markle Age Ivezaj $1.000, Dr. Palok Camaj $500, Tom Zefi Ivezaj $500, Gjergj Doda Camaj $1.000, Noa Tom Nicaj $500, Marian Gjoka Gjeloshaj $500, Pashko Marku Kërcaj $200, Albert Kola Cacaj $300, Pretar Zefi Noculaj $300, Gjergj Gjeloshi Ulaj $100, Josef Kalaj $200, Rok Noa Camaj $200, Gjoki Lëgjuraj $200, Lindon Pranqi Dëlvukaj $300, Nik Gjoka Palushaj $200, Vasel Leka Junçaj $5.000, Lula Zefi Junçaj $500, Lesh Marashi Junçaj $500, Zgjon Kola Gjokaj $1.000, Pashko Roku Camaj $500, Martin Vulaj $500, Anton Pietri Dëvukaj $2.000, Pjetër Nosh Gjelaj $100, Shaci Gjokaj me vllazni $500, Qazim Dedushi $500, Fondacioni Plavë Gucin $2.000, Ismet Halili Gjënbalaj $500. Zoti bashkëpërdet me të mira, në familjen tuaja dhe në çdo